Një qytetar ka denoncuar pranë redaksisë një situatë shqetësuese pranë komisariatit numër 1 në Tiranë, ku sipas tij, disa skutera dhe monopatina të sekuestruara prej rreth një muaji janë lënë në ambient të hapur dhe po dëmtohen nga kushtet atmosferike. Sipas denoncuesit, mjetet nuk janë transportuar drejt pikës së grumbullimit për t'u tërhequr nga pronarët, por janë lënë në një hapësirë ku ekspozohen drejt për drejt ndaj shiut. Ai shprehet se si pasojë e kësaj situate, skuterat dhe monopatinat po ndryshken dhe rrezikojnë të bëhen të papërshtatshme për përdorim. Qytetari thekson se mjetet kanë afro një muaj që nuk janë lëvizur nga vendi ku janë vendosur. Sipas tij, nga komisariati nuk është dhënë asnjë sqarim në lidhje me vonesën apo me procedurat përkatëse. Ndërkohë, gjatë kohës që ai filmon skuterat në ambientet e jashtme të komisariatit, një punonjës i kërkon të largohet dhe të heqë telefonin, pasi në të kundërt do t'ja marrë. Denoncuesi kërkon që rasti të bëhet publik, me shpresën se institucionet përgjegjëse do të reagojnë dhe do të marrin masa për ruajtjen e mjeteve të sekuestruara dhe informimin e qytetarëve. Denoncimi i qytetarit. Kam një muaj se më kanë sekuestruar skutrin, por nuk i qojnë tek pika e grumbullimit që t'i tërheqim të paktën. Skuterat edhe monopatinat po ndryshken, sepse i kanë vendosur në një vend që ju bie shiu. Do ju isha shumë mirënjohës nëse keni mundësi të postoni këtë videon. Skuterat edhe monopatinat kanë një muaj që nuk lëvizen nga aty. Ato po ndryshken edhe bëhen të papërshtatshme për t'i përdorur. Komisariati nuk jep asnjë përgjigje në lidhje me to.